Pas 4 vitesh punë intensive për të artikuluar një situatë ku imazhi dhe strukturat nuk janë neutrale, por dëshmi faktike të historisë, punës, përfaqësimit, kushteve aktuale dhe hierarkive sociale, artisti lezhjian Kevin Njaku në bashkëpunim me Aron Nokën nga Burreli prezantuan ekspozitën e tyre të parë. Punimet përfshin 12 vizatime në stilin hiperrealist, një video si dhe 7 punime në gjam të thyer, me instalacion të mirë konceptuar që përbëjnë hekur dhe materiale minerale. Secili prej artistëve merr në shqyrtim një terren bashkëkohor shqiptar dhe global, ku imazhi në shkresa e tij, konteksti dhe struktura prodhojnë tension si përvojë personale dhe kolektive, ndërsa mesazhi që synojnë të përcjellin është që të mos ndalojmë, por të ecim përpara. Vetë ekspozita të titullohet Ec, Don't Stop. Është si një mesazh, një thirrje, një statement që duhet bërë në ditët e sotme. Gjithashtu ne gjejmë edhe ta përfaqësojmë veten si herën e parë dhe si artistat e ri. Kemi qejf të japim mesazhe edhe për rinin edhe për artistat e ri të tjerë. Një tjetër lidhje e saj është edhe me figurat bashkëkohore që kemi zgjedhur. Janë ca vetë realizimi im ose puna që unë bëj është punë hiperrealiste. E kam zgjedhur atë dhe e kam sjellur në formën e 4 figurave dhe nëpërmjet injeksioni u kam vendosur që disa figura që shpesh i kemi menduar dhe ne janë dukur të pacënueshme, tani t'i shohim si njerëz. Krah këtyre janë edhe 3 vepra të tjera, e që bëj art, më pëlqen që njerëzit t'i shohin si njerëz, të mos i dalloj ato nga gjinia, nga raca apo diçka tjetër. Mesazhi që duam përcjellim nëpërmjet kësaj ekspozite që po bëjmë është edhe nga vetë titulli, Ec, Don't Stop, që t'i japim frymëzim, domethënë bashkëmoshatarëve tonë dhe më të ri se ne që mos ndalojnë edhe të vazhdojnë ndjekin ëndrat e tyre. Kuratori i ekspozitës Genti Gjikola edhe rektori i Universitetit të Arteve Erald Bakalli vlerësuan maksimalisht punën dhe qasjen konceptuale të 2 artistëve të rinj. Kjo ka qenë ekspozita më e gjatë që unë kam pas ndonjëherë në Durrës. Ka filluar në 2023-shin dhe ka përfunduar sot. Mas 2 vjet e gjysësh, ku në 2 vjet e gjys, unë 2 vjet e 5 muaj kam qenë mentor dhe muajin e fundit kam qenë kurator i kësaj ekspozite. Dhe vetë kur erdha dhe pash ndjeva një lloj satisfaksioni të punës dhe të veprave të ekspozuara dhe të kuruara me një shije jashtëzakonisht mirë. Kam kënaqësi më të madhe sot që të marr pjesë në këtë ekspozitë, ndoshta dhe fjalët janë të tepërta sepse puna është e tillë që gjithkush mundet të shohë dhe të përftojë ato çfarë emocioni dhe vepra artistike e sjell kaq mirë nëpërmjet këtyre 2 artistave të ri. Ekspozita e titulluar Ec, Don't Stop do të qëndrojë hapur deri të njëjtën e 5 shkurtit në galerinë Fab në Tiranë, ndërsa që në ditën e parë pati interes të lartë nga publiku.